Seancat gjyqësore ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi janë anuluar nga dhomat e specializuar në Hag. Pas përfundimit të konferencës së statutit të sotëm, ju njoftojmë se të gjitha seancat dëgjimore të planifikuara më parë për nëntor dhe dhjetor në gjyqin Thaçi e të tjerë janë anuluar dhe hequr nga kalendari i gjykatës, siç u përmend gjatë konferencës së statusit. Trupi gjykues synon të nxjerrë një vendim mbi hapat e mëtejshme në procedura më vonë këtë javë, thuhet ndër të tjera në njoftim. Kujtojmë se në Hag kanë dëshmuar si dëshmitar të mbrojtjes së Thaçit ndër të tjerë. Kanë dëshmuar diplomat amerikanë si James Rubin, Christopher Hill dhe së fundmi ish generali i NATO-s Wesley Clark. Në mbështetje të kryetarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë mbajtur 4 protesta në Prishtinë, Hag, Tiranë dhe e fundit ka qenë në Strasburg, ndërsa më 5 nëntor janë bërë 5 vite prej kur 4 shja e UÇK-s ndodhen në paraburgim. Ish-kryetarët e UÇK-s akuzohen për krime të pretenduara të luftës, për çka janë deklaruar të pafajshëm. Ish-kryetari i ushtrisë Xhafer Tahiri ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje nga posti i kryetarit të Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në ushtri. Ai sqaroi se ka dhënë dorëheqjen vetëm nga kjo pozitë, kurse do të angazhohet në kryesinë qendrore dhe në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s. Me shumë dashamirësi, reflektim dhe përgjegjësi të thellë politike, ka marrë vendimin të japë dorëheqjen nga detyra e kryetarit të Degës së LDK-s në ushtri. U shpreh Tahiri ndër të tjera. Ai u shpreh se ky hap nuk e ndalon angazhimin e tij politik dhe besimin e tij në LDK. Kujtojmë se Xhafer Tahiri kishte lidhur marrëveshje pasgjithore me kandidatin e lëvizjes Vetvendosje, Sulejman Meholli në zgjedhjet lokale. Kjo gjë shkaktoi reagime të shumta, sepse LDK-ja kishte deklaruar se nuk e ka dhënë miratimin për këtë marrëveshje.